Përshëndetje edhe një herë këtu, mbarova në Devol, tani po shkojmë në Pogradec. Dhe ndërkohë pash informacionin e fundit se DHL-ja ka shpërndar mbi 85% të zarfave, por tani është radha juaj. Është radha juaj shqiptar të Greqisë të regjistruar për 11 majin që ato zarfa t'i ktheni për t'i dërguar në Shqipëri. Ju lutem mos e lini për momentin e fundit, ju lutem atyre që janë në ishuj, këto janë 24 orët e fundit për ta, sepse përndryshe nuk arrihet dot transporti i zarfave nga ishujt në afatin e caktuar. Ju lutem atyre që janë në Athinë, Selanik dhe në gjithë Greqinë, në Gadishull, pra që nuk janë në ishuj, të bëjnë të njëjtën gjë. Ju lutem sepse ky është një takim me historinë. Dhe mbi të gjitha, kjo votë për ju që jeni në Greqi dhe që jeni të regjistruar është kaq konkrete dhe është kaq e lidhur me diçka shumë konkrete, duke filluar nga hapja e një rrugë alternative për pensionet tuaja. Ju lutem, zarfin mbrapsht drejt Tiranës me pesën për Shqipërinë, me BE-n në Europë, për Shqipërinë e re europiane, për shpresën europiane dhe amanetin europian të shqiptarëve, dhe kurse si për një politikan të lashtë, të dëshpëruar, të pashpresë edhe tani më edhe krejtësisht të përqartur.